Java që mund të ndryshojë drejtimin e shumë gjërave. Parashikimi javor 9 mars deri në 15 mars. Ka javë që kalojnë qetë dhe ka javë që hapin kapituj të rinj. Energjia e periudhës nga 9 mars deri në 15 mars sjell pikërisht një moment të tillë. Disa situata që kanë qëndruar pezull mund të marrin drejtim, disa biseda të rëndësishme mund të krijojnë qartësi dhe disa vendime mund të ndikojnë në javët që vijnë. Universi shpesh dërgon sinjale përpara ndryshimeve të mëdha dhe kjo javë mund të jetë një prej atyre momenteve ku zgjedhjet e vogla krijojnë rrugë të reja. Për disa shenja kjo është një periudhë mundësish, për të tjera kërkon maturi dhe reflektim. Pyetja është: kush do t'i kuptoj këto sinjale dhe kush do t'i kaloj pa i vënë re? Dashi. Energjia e kësaj jave të shtyn të veprosh dhe të marrësh iniciativa të reja. Në dashuri, nëse je në lidhje, një bisedë e rëndësishme mund të sjellë qartësi dhe të forcojë marrëdhënien. Nëse je vetëm, një njohje e papritur mund të krijojë interes dhe kuriozitet. Në punë, një ide që e ke menduar prej kohësh mund të marrë mbështetje dhe të hapë një mundësi interesante. Financat kërkojnë kujdes dhe planifikim për të shmangur vendimet impulsive. Kjo javë favorizon guximin dhe iniciativën, por kërkon edhe maturi. Nëse arrin të ruash balancën mes entuziazmit dhe arsyes, mund të bësh një hap të rëndësishëm përpara dhe të krijosh një drejtim më të qartë për planet që ke për javët në vazhdim. Demi. Kjo javë kërkon stabilitet dhe vendime të menduara mirë. Në dashuri, nëse je në lidhje, një moment i qetë mund të forcojë lidhjen dhe të krijojë më shumë besim mes jush. Nëse je vetëm, një person që e njeh prej kohësh mund të shfaqë interes të ri. Në punë, organizimi dhe përqendrimi mund të sjellin rezultate të mira dhe vlerësim nga të tjerët. Financat kërkojnë disiplinë dhe kujdes për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Kjo është një javë që favorizon durimin dhe planifikimin afatgjat. Nëse vepron me qetësi dhe mendon për pasojat e zgjedhjeve, mund të krijosh një bazë më të fortë për stabilitet dhe zhvillim në javët që vijnë. Binjakët. Komunikimi dhe idetë e reja janë temat kryesore të kësaj jave. Në dashuri, nëse je në lidhje, një bisedë e hapur mund të zgjidhë një keqkuptim të vogël dhe të sjellë më shumë afrim. Nëse je vetëm, një njohje e re mund të lindë përmes një bisede spontane ose një aktiviteti social. Në punë, kreativiteti mund të të ndihmojë të dallohesh dhe të krijosh mundësi të reja. Financat kërkojnë organizim dhe kontroll për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Kjo javë favorizon fleksibilitetin dhe aftësinë për të përshtatur me situatat që ndryshojnë shpejt. Nëse përdor zgjuarsinë dhe energjinë pozitive, mund të hapësh rrugë të reja për planet që ke përpara. Daforia. Kjo javë të fton të reflektosh për disa situata që kanë kërkuar shumë energji kohët e fundit. Në dashuri, nëse je në lidhje, një moment qetësie dhe mirëkuptimi mund të rikthejë harmoninë mes jush. Nëse je vetëm, një person që e njeh prej kohësh mund të tregojë një interes më të qartë. Në punë, përqendrimi tek detajet dhe organizimi mund të sjellin rezultate më të mira. Financat kërkojnë kujdes dhe planifikim për të ruajtur stabilitetin. Kjo është një javë që kërkon durim dhe qartësi në zgjedhje. Nëse vepron me maturi dhe dëgjon intuitën, mund të shmangësh tensionet dhe të krijosh një drejtim më të qartë për planet që ke përpara në ditët që vijnë. Luani. Energjia e kësaj jave të vendos në një pozicion ku duhet të tregosh vetbesim dhe qartësi. Në dashuri, nëse je në lidhje, një moment romantik mund të forcojë marrëdhënien dhe të rikthejë emocionet e bukura. Nëse je vetëm, një njohje e re mund të fillojë përmes një aktiviteti social ose një takimi të papritur. Në punë, një mundësi për të treguar aftësitë e tua mund të sjellë vlerësim dhe besim nga të tjerët. Financat kërkojnë disiplinë dhe planifikim për të shmangur vendimet impulsive. Kjo është një javë që favorizon iniciativën dhe guximin.
Nëse arrin të ruash balancën mes emocioneve dhe arsyes, mund të krijosh një hap të rëndësishëm drejt objektivave që ke vendosur. Virgjëresha. Organizimi dhe përqendrimi tek detajet bëhen shumë të rëndësishme gjatë kësaj jave. Në dashuri, nëse je në lidhje, një bisedë e qetë mund të sjellë më shumë mirëkuptim dhe stabilitet në marrëdhënie. Nëse je vetëm, një njohje e re mund të vijë përmes një rrethi profesional ose një aktiviteti të përbashkët. Në punë, përkushtimi dhe analiza e kujdesshme mund të sjellin rezultate pozitive dhe vlerësim nga të tjerat. Financat kërkojnë disiplinë dhe planifikim për të ruajtur balancën. Kjo javë favorizon vendimet e menduara mirë dhe veprimet e organizuara. Nëse përdor qetësinë dhe logjikën për të analizuar situatat, mund të krijosh një drejtim më të sigurt për planet që ke për javët në vazhdim. Peshorja. Balanca mes emocioneve dhe arsyes bëhet shumë e rëndësishme gjatë kësaj jave. Në dashuri, nëse je në lidhje, një bisedë e sinqertë mund të sjellë qartësi dhe të forcojë besimin mes jush. Nëse je vetëm, një person që e takon përmes miqve mund të zgjojë interes të ri. Në punë, bashkëpunimet mund të sjellin rezultate më të mira se sa përpjekjet individuale. Financat kërkojnë organizim dhe kujdes në shpenzime për të shmangur tensionet e panevojshme. Kjo është një javë që kërkon qetësi dhe vendime të menduara mirë. Nëse arrin të ruash balancën dhe të mos reagosh me nxitim, mund të krijosh një atmosferë më të qartë dhe më pozitive për planet dhe objektivat që ke përpara. Akrepi. Intuita bëhet shumë e fortë dhe të ndihmon të kuptosh më mirë njerëzit dhe situatat përreth. Në dashuri, nëse je në lidhje, një moment i sinqert mund të krijojë një lidhje më të thellë emocionale dhe më shumë besim. Nëse je vetëm, një person me energji të veçantë mund të tërheqë vëmendjen dhe të zgjojë interes. Në punë, një informacion i rëndësishëm mund të të ndihmojë të marrësh një vendim më të mirë për një projekt ose bashkëpunim. Financat kërkojnë analizë dhe kujdes përpara çdo veprimi të madh. Kjo javë favorizon reflektimin dhe vendimet strategjike. Nëse dëgjon intuitën dhe ruan qetësinë në reagime, mund të krijosh një drejtim më të sigurt për planet që ke në vazhdim. Shigjetari. Energjia dhe optimizmi mund të të shtyjnë të kërkosh përvoja të reja dhe ide interesante gjatë kësaj jave. Në dashuri, nëse je në lidhje, një aktivitet i përbashkët mund të sjellë më shumë energji pozitive në marrëdhënie. Nëse je vetëm, një njohje spontane mund të lindë gjatë një aktiviteti social ose një udhëtimi të shkurtër. Në punë, një ide kreative mund të të ndihmojë të dallohesh dhe të marrësh vlerësim nga të tjerët. Financat kërkojnë planifikim për të shmangur shpenzimet impulsive. Kjo është një javë që favorizon iniciativën dhe mendimin pozitiv. Nëse arrin të ruash fokusin tek qëllimet dhe të veprosh me maturi, mund të hapësh mundësi të reja për zhvillim dhe projekte të ardhshme. Britsjapi. Disiplina dhe përqendrimi bëhen elementët kryesor gjatë kësaj jave. Në dashuri, nëse je në lidhje, një bisedë serioze mund të krijojë më shumë siguri dhe stabilitet mes jush. Nëse je vetëm, një person që e takon përmes punës ose një projekti mund të zgjojë interes të ri. Në karrierë, një mundësi për përgjegjësi të reja mund të sjellë zhvillim dhe respekt nga të tjerët. Financat kërkojnë planifikim dhe kontroll për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Kjo është një javë që favorizon vendimet e menduara dhe veprimet e organizuara. Nëse qëndroni fokusuar dhe ruan qetësinë përballë sfidave, mund të ndërtosh një bazë më të fortë për objektivat dhe projektet që dëshiron të realizosh në periudhën që vjen. Ujori. Mendimet kreative dhe dëshira për ndryshim mund të sjellin ide interesante gjatë kësaj jave. Në dashuri, nëse je në lidhje, komunikimi i hapur mund të krijojë më shumë mirëkuptim dhe energji pozitive mes jush. Nëse je vetëm, një njohje e re mund të fillojë në mënyrë spontane përmes një rrethi social ose aktiviteti të përbashkët. Në punë, një ide inovative mund të të vendosë në qendër të vëmendjes dhe të sjellë vlerësim.
Financat kërkojnë organizim dhe kujdes për të shmangur vendimet impulsive. Kjo është një javë që favorizon mendimin ndryshe dhe iniciativën. Nëse ndjek intuitën dhe ruan fokusin tek qëllimet, mund të krijosh mundësi të reja për zhvillim personal dhe profesional në ditët që vijnë. Peshqit. Ndjeshmëria dhe intuita bëhen shumë të forta dhe të ndihmojnë të kuptosh më mirë situatat përreth. Në dashuri, nëse je në lidhje, një moment i sinqert mund të sjellë më shumë afrim dhe qartësi në marrëdhënie. Nëse je vetëm, një person me energji të qetë mund të zgjojë interes dhe kuriozitet. Në punë, një projekt që kërkon kreativitet mund të sjellë rezultate pozitive nëse i kushton përkushtim dhe fokus. Financat kërkojnë kujdes dhe shmangje të rreziqeve të panevojshme. Kjo javë favorizon reflektimin dhe vendimet e qeta. Nëse ndjek intuitën dhe ruan balancën emocionale, mund të krijosh një drejtim më të qartë për planet dhe synimet që ke për periudhën që vjen. Çdo javë sjell mundësi të reja, por vetëm ata që i kuptojnë sinjalet arrin t'i shfrytëzojnë në kohën e duhur. Nëse mendon se kjo javë do të sjellë një ndryshim për ty, shkruaj në koment. E pranoj rrugën time. Mbështete videon me like. Abonohu në Zëri i Universit për parashikimet e përditshme dhe javore, dhe shpërndaje këtë video me dikë që mund të ketë nevojë për këtë mesazh këtë javë.